Jutmir Gazheli i Bashkohet Shoqërisë Son Kushta, nga i kemi Gazhelin këtu, miki i futbollit. Gazheli, për herë të parë lushnja në historinë e saj bie një kategori poshtë, e treta e vjetra, e dyta që themi tani. E pabesueshme, unë kam parë gjithë ato faqet në lushnje që sulmojnë për keq menaxhim të klubit, kam parë. Nuk mund të shpreh tani të them ato faqet që të zinin tifozët që shkonin të funerali ekipit dhe gjitha kanë qenë të frikshme gjithë sulmet që janë bërë në rrjetet sociale për sa i përket ekipit lushnjes. Java e fundit e kategorisë së parë ndaj Kastriotit, sot FK Lushnja, përfundoi 1-4 favor të ekipit mik. Tashmë jemi në kategorinë e dytë dhe falenderimi special i shkon gjithë atyre që kontribuan në këtë katastrofë sportive. Nuk është fundi botës se në futboll ndodh gjithçka, por me mënyra se si shkoi është e dhimbshme. Kemi rënë nga paaftësia e gjithëve. Turp mbyllet njoftimi. Gazheli. Ky është njoftimi i klubit futbollit. Po. Për vetën e tyre. Ju lutem ta respektojmë dhe ata. Shikoj Ilir, të lutem. Po. I kam dëgjuar me vëmendje dy legjendat, Alliu dhe Kushta. Për sa folëm për kategorinë superiore, dhe nëse do të thasim për pak nivel në kategorinë superiore që mendoj që është me indikatore, se mund ta quajmë edhe këtë një stradë, në kategorinë e parë strada nuk ka fund. Më vjen shumë keq për një qytet si Lushnja, për një ekip si Lushnja, me emra të mëdhenj futbollit të vite, që ka prekur fundin e fundit e më shumë të tmerrshme, më shumë të dhimbshme, për një tifozëri që me të vërtet meriton tjetë në nisën e futbollit shqiptar. Po, në fakt... Nuk një presje të rezultatove, që është menaxhuar jashtëzakonisht keq, ose abuzuar hapur, dhe është kthyer në një pacient eksperimental ekipi i Lushnjës, ku ishte me një frymëmarrje të rregullt dhe e varrosën për gjallë. Pse ndodhi kjo? Nuk mund të flas dot fakte reale, por di që një skuadër bashkie e investuar me një fond për më shumë se 500 milion lekë në një sezon. 600 milion në vit jepen. Ka vetëm ekipi i parë. 600 milion lekë. Me 600 milion lekë edhe rrinë futbollin e madh. Të bëjmë këto pa një afat, pa një projekt të mërshëm apo me të gjatë, nuk të japë të drejtim dhe situatën. Më vjen keq, sinqerisht, nga janari, deri tani Lushnja ka marrë vetëm 2 fitore dhe 3 barazime. Gazheli, më dëgjon? Dhe gjendët. Më dëgjon kur flas? Gazheli, më dëgjon, që ta kemi dhe i them regjisë që të fusim edhe Elidon Demirajn nga Fieri dal nga dal, sepse edhe Fieri është një humbje tjetër, një vlerë, sepse këtu po ikin gjithë vlerat. Te Lushnja, çat kujtojmë? Dabullën, Mondalipin, Sajmir Malkon, yje që kanë dalë nga futbolli lushnjar, që ka prodhuar si toka që prodhon ushqimet më të mira në Shqipëri, ka prodhuar Tambanon dhe lojtarë tjerë që kanë furnizuar ekipin kombëtar. Te Fieri, me Majacin, Tole, Demçe, Majaci, ku di unë, si gjithë lojtarët që kanë qenë tek Apolonia, Romeo, Argjia, bo si ka qenë ekur. Po, dhe të gjitha këto është një humbje madhe, prandaj presim dhe Demirajn nga ana tjetër. Po, zoti Kushta. Pas të shkrimin këtu. Njoftimin. Po, nga skuadra e Lushnjës, po. Kush e kish bërë? Ekipi. Faqja kryesore e ekipi. Lutem, ekipi. Tonën, ekipi, shante, ekipin. Po. Ekipi shante. Klubi shante, një ideja. Ani, klubin
e ka bashkia. Bashkia ka klubin, ka dhe ekipin. Dhe të tre këta shani njëri tjetrin. Tani, të jemi qikë serios. Një ekip që ka vite që merë 600 milion lek. Janë taksat e popullit, të trotuarve, të kopshave. Do ishin bërë lushja rrugët e dynjas. Për 5 vjetë janë 3 milion euro. Për 5 vjetë janë 3 milion euro. Tani, për 10 vjetë? E para, keq menaxhimi ka qenë absolut. Biles, unë mund të them një shembull shumë të vogël. Janë dy punësuar me zotëri. Ati ishin dy punësuar, më vëlla. Njëri shkote mësus, merët edhe 800.000 nga bashkia. Tjetëri shkote fizioterapist, merët edhe këtë nga bashkia. Tjetëri thoshte, një sekund, stërvitjen, nuk do të bëjmë 11 të mëngjesit, do të bëjmë 5 mas ditës e unë jam shkollë. E kupton ti që bëhet aty e për jo? E kupton që bëhet aty për ty? Sa u që lutarin ata? Një Po leme nuk flas me emra, nuk më duhet ajo, mos më fut të emra, të lutem. Hapa derë se... Me mua ke që të keqe këtë sekt. E ke nga zhupa, mos zotëri, a i të fut, pa radhë. Unë po i them nga lotë, flasi kushta. Ja ku e ke? Por tua të jap një mendim dhe ti më pën... E ka zhupa, kërkoja ati, zotëri. A i të fut. Është në rregull me mua. E ka me ty. Lutem, me mua vazhdo. Jo, Gazheli aty është, vetëm tani. Gazhelit po i para pyetjen. Tani,